Një moment i rrallë dhe prekës është ndarë nga Liri Berisha gjatë një interviste të saj ku ajo foli për takimet e saj me motrat e Nën Terezës dhe lidhjen e veçantë të shenjtores me Shqipërinë. Ajo kudo që udhtonte me pasaportën shqiptare. Nuk di të them se ku i gjeti dhe si i gjeti, por kjo më ka bërë shumë përshtypje, tha Berisha. Ajo tregoi gjithashtu për një vizitë në Budapest, ku ishte ftuar nga zonja e parë hungareze për të inauguruar një bust dhe një rrugë me emrin e Nën Terezës. Atje takoi motrat e saj, të cilat ruanin disa nga sendet personale të shenjtores. Njëra prej motrave më tregoi cepin ku Nën Tereza lutej çdo ditë. Ajo fliste në një gjuhë që ato nuk e kuptonin. Kur e pyetën motrën Nirvana, ajo tha: "Nuk e kuptoni sepse ajo flet dhe falet në gjuhën e saj", kujtoi Liri Berisha, duke shtuar se gjuha për të cilën bëi fjalë ishte gjuha shqipe. Ky rrëfim jo vetëm që nënvizon lidhjen shpirtërore të Nën Terezës me rrënjët e saj shqiptare, por dhe sjell në dritë një detaj të jashtëzakonshëm. Ajo nuk e harroi kur kombin nga i cili rrithte, as në lutje, as në dokumente, as në zemër. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.